Akrep, kjo video është për ty. Sot do kanalizoj një gujtë të shkurtër hyjnore se si do jetë viti i kalit energjetikisht për shenjën tuaj. Mos harroni që kjo është një gujtë e përgjithshme dhe nuk aplikohet për secilin prej jush. Dhe ju që doni gujtat personalizuara, duhet të rezervoni gujtën tuaj në Instagram kundrejt një pagese. Kalojmë direkt tek leximi energjetik për ju, se si do jetë viti i kalit. Ju ndjej energjetikisht më të lidhur me veten tuaj, më sensual, më lozonjar, nuk e di, më pëlqen. Sikur jeni të gatshëm për të eksploruar me gjëra të reja. Edhe një mesazh tjetër. Wow, sa pozitive. Akrep, çfarë do lloj gjëje që të keni qenë duke kaluar gjithë vitet e fundit apo gjithë transformimet e rënda që jeni duke përballur apo ende jeni duke kaluar, duket sikur kësaj do i vi fundi dhe ju do merrni pak frymë dhe do ndiheni pak më lirshëm. Por ju lutem, ndërkohë që mbyllni ato sfidat e fundit, keni në mendje se çdo gjë po shkon sipas një plani të madh hyjnor dhe ju keni mbrojtje, keni ridrejtim shpirtëror, keni suport shpirtëror dhe njerëzor, përveç se nga njerëzit që ju rrethojnë, por gjithashtu dhe nga skuadra juaj shpirtërore. Besoni tek një plan më i madh hyjnor se sa ju si qenie njerëzore dhe kërkoni ndihmë. Mos keni frikë të kërkoni ndihmë këtë vit që të realizoni të gjithë gjërat që ju dëshironi. Sepse ju jeni supozuar të jeni të rrethuar me njerëz, me bashkëpunim, të jeni të rrethuar me dashuri. Ka ardhur ai momenti që ju të thërrisni në jetën tuaj njerëzit e juaj, njerëzit që ju kuptojnë në nivel shpirtëror, jo thjesht në nivel njerëzor. Shumë njerëz, pra shumë prej jush këtë vit do takojnë their soul family, apo dashurinë, apo njerëz të tjerë do gjejnë, si të thuash, koleg ose njerëz për të bashkëpunuar në një projekt që është i lidhur me shpirtin e tyre. Shoh shumë gjëra të mira për ju gjatë vitit të kalit dhe sigurisht ju duhet të guxoni të shikoni. Sigurisht do kishte një kleçkë gjithë kjo e mirë. Kleçka juaj është që të dilni nga i zhgualli ku e mbani veten të burgosur dhe vendosni një perde që askush mos ju shikoj. Ka momenti që atë perden ta çani, ta shqyeni, bëni çfarë të doni, hidheni tutje dhe lejoni në radhë të parë njerë ju të shikoni veten plotësisht për atë që jeni, përqafojeni dhe guxoni ta shfaqni versionin tuaj më të shndritshëm atje jashtë në botë, sepse duke u shfaqur do keni mundësi të rrishni dashurinë, bashkëpunimin, nisi të reja, projekte të reja apo bashkëpunime për projekte të reja, gjëra që ju bëjnë ju mirë dhe ju çojnë drejt një të ardhmes sa më të mirë. Dhe gjatë këtij procesi mos harroni të jeni të hapur për të marrë suport në çdo nivel të mundshëm. Disa për jush mendoj që këtë jetë kanë plagën e të pasurit frikë për tu parë. Kushtojini vëmendje, ju lutem, saj, sepse kur keni frikë të shikoni për atë që jeni në të vërtetë, humbisni shumë oportunitete të mira në jetë, jo thjesht dashuri, për para, apo oportunitete që ju rrisin në çdo nivel të mundshëm apo edhe aventura të reja. Ju lutem, hapuni, dilni nga guaska e comfort zonit tuaj dhe lejoni botën t'ju shikoj për dritën e magjishme që pulson brenda jush. Paçim Akrep dhe do shikohemi në gujtat e tjera.